Ju faleminderit të gjithëve që jeni këtu, edhe audiencës së re. Ideja më e mirë që bëhet fjalë për vetëm $100, por që është një çmim trofe, I shkon 3 aplikantëve, të cilët me ekipin e tyre erdhën për na shpjeguar se kush janë problemet e fëmijëve në Shqipëri. Atëherë është Mirgit Vataj, Gjergji Xhaholli, Erinta Ibrahimllari. Ata vinë si pjesë e CRCA. Po, fituesi ose kryetari I grupit të fituesve do thot vetëm një fjalë. Mi këtë merret ti dollarët ku janë? Dollari ka vënë. Mirë, faleminderit Open Data për që na mundsoi pjesëmarrjen. Faleminderit edhe juristë që na votoi. Faleminderit edhe neve që shpresojmë që me ato dhëna që ne kemi sjell për Open Data dhe që do jenë të aksesueshme për gjithë, përmirësojnë kuadrin e politikave për të ardhmen e fëmijëve. Kështu që ne punojmë 24 orë, kështu që shpresojmë që edhe dhënat tona të frekuentojnë 24 orë nga gjithë aktorët, por edhe nga personat të cilët mendojnë se mund të kontribuojnë në përmirësimin e drejtave të fëmijëve. Faleminderit edhe një herë. Shumë sukses dhe shumë faleminderit për pjesëmarrjen. Atëherë, çmimi I dytë, I cili është $150, nuk është pak, por ndërkohë është një çmim tepër interesant. Shqiptarëve gjithmonë ka një frazologji dhe shpjegojnë shumë bukur. Gjua ju shkon aty ku I dhëm dhëmbi. Secilit nga ne, sidomos atyre që janë student, gjua I shkon ke punësimi. Kështu që ekipi që flet për ndërmarrjet ekonomike, numri I tyre ishte ekipi numër 2, Mariola Kapidani, Olta Begu dhe Eni Diti, sollu një aplikim tepër interesant. Dhe unë Atëherë unë falenderoj Open Data për këtë mundësi, falenderoj dhe aplikantët cilët na besuan dhe na votuan, edhe unë uroj që të kemi dhënë një informacion që do të shërbejë jo vetëm për të marrë një çmim, por që do të shërbejë edhe për më tej. Faleminderit. Po patjetër. Po merrni pjesë vitin tjetër, pse jo nëpërmjet rrjeteve sociale dhe nëpërmjet Open Data të bëheni pjesë për dhënë impresionet tuaja mbi idenë e Open Datathon Albania, pra maratona e të dhënave të hapura për Shqipërinë. Do t'i jap fjalën për të shpallur çmimin fitues drejtores së eventit, zonjës Julia Hoxha. Në radhë të parë do të doja pra të falenderoja ata që na mundsuan këtë eveniment, gjithashtu dhe vlerësimet, Open Society Foundation Soros, pra fondacioni I shoqërisë hapur për Shqipërinë Soros, I cili ka qenë edhe suporti financiar për Open Data Albania. Në fakt, para se të anoncoja çmimin e parë, unë do të thosha diçka shumë të shkurtër, e di që gjithmonë Juri thonë ishte shumë e vështirë kokë më kokë, po vërtet kishte 2 aplikime të cilat ishin vërtet kokë më kokë për sa I përket aspekti ekonomik, dhe ne vlerësuam pak edhe atë ide se në fundit domethënë çadra ishte Open Data, pra edhe vizualizimi si u bë dhe ndërfaqja akoma më ndërvepruese. Pra vetëm 2 fjalë për këtë do e thosha. Dhe duke parë kush ishte më I kompletuar nga të gjitha anët për sa I përket mundit që ata kishin bërë për t'i mbledhur këto të dhëna, pra jo për t'i gjetur gjysmë të gatshme, por pastaj procedimit të tyre, hedhjes së tyre digitalizimit dhe mbi të gjitha programimit, nxjerrjes në platforma, në disa për platformat, a e din tani tashmë besoj se kush janë, pra në çmim të parë dhe ishte faktikisht unanim nga publiku, ne do t'i vëmë të gjitha fletë e votimit, pra vlerësimi do t'jetë online në atë tabelën e Excelit që kishim. Ishte, mund të them unanim, domethënë nga të gjitha, ajo ishte edhe impresioni jon si juri, si shtar, sepse ishte shumë I kompletuar si aplikim. Pra çmimi I parë shkon për Tirana Bike Station. Dhe janë Juliani me janë 2 vëllezrit, Juliani me Jonidin. Shumë faleminderit. Ishte vërtet të dëgjosh emrin tënd që thritet është vërtet emocionuese dhe nuk kisha emocione gjatë prezantimit, po tani është që nga ndryshe. Edhe është vërtet që ju ftoj që falenderoj Open Data Albania, falenderoj për mundësinë që jep për të nxitur dhe për të ardhur me ide të reja.
Janë gjëra që në kushte normale, ndoshta të gjithë i konstatojmë, por asnjëri nuk qohet me dëshirën për t'i bërë, dhe Open Data Albania pikërisht është një institucion që nxit këto momentet, këto shkëndijat për të realizuar diçka në çfarëdo lloj dimensioni. Vërtet ju ftoj që të merrni pjesë dhe ju faleminderit. Dua të falenderoj gjithashtu, përveç fitueses së çmimit të dytë që është ekipi për ndërmarrjet ekonomike, falenderoj shumë dëmin ekonomik në Shqipëri. Ishte një prezantim i mrekullueshëm, realist, ishte një prezantim që çdo student, çdo pedagog i Fakultetit të Ekonomisë duhet ta konsiderojë dhe ta vlerësojë. Dua të vlerësoj gjithashtu buxhetin e shtetit dhe borxhin publik. Një student e vetme solli një prezantim duke na dhënë mundësi se si do të ecë borxhi shqiptar deri në vitin 2016. Gjithashtu, falenderoj sigurimet fondet private kundrejt skemës shtetërore. Një ide për liberalizim, një ide që kërkon politika edhe për nisma ligjore, jo vetëm për nisma ekonomike. Shumë falenderit për prezantimin tuaj. Jeni të mirëpritura të bëheni pjesë e ekipit për Open Data, bashkë me dy vajzat të cilat punuan për dëmin ekonomik. Gjithashtu, falenderoj të gjithë aplikantët, në mënyrë të veçantë aplikantin Besportin, i cili erdhi nga Kosova. Dhe është një mysafir nderi, sepse na dha mundësinë, duke ardhur nga Kosova, të na tregojë se si është harta demografike, pra se si kanë ndodhur migrimet e popullsisë në Shqipëri nga viti 2001-2009. Vjen nga Kosova, po punon për Shqipërinë, për një hartë shqiptare. Ju falenderit të gjithëve, ju falenderoj gjithashtu dhe për vëmendjen e audiencës së re, dhe ju ftoj të bëheni pjesëmarrës në rrjetet sociale dhe në Open Data Albania, dhe pse jo, t'jeni ju konkurrentët e maratonës së vitit 2012.